Une që të Vespa jom që 5 vjetë. Kështu që na sot kena ty me ta shpërbly një kartel, ku ti mund nësh kur dush me shku me ja bo një servis komplet pej automitës, do me thonë pej që ti tash e runë ti këtë kartel. Edhe për shembull mas një vite e ki falë ose kur dush ti një servis Vespës komplet. Po me mësu kryeqytetin për shembull ose ku? Që kjo i kuqe, ja? Nalna. Që e gjatëm edhe këtu edhe një Vespa, po s'po dim ku është pronori. Që t'na dikun, këtu e gjatëm një Vespa. Kuq? Garant. Ku shumë me Vespa? A përna vjen një minut. Kena është problem pe automitës, nga ka thonë me gjithë kush është vëzic. A mujna, sot na dollë bashkë me shoferin motorist, kënë dënë që gjejna me Vespa, me pyet pak që se kur është vëzit i Vespës, për shembull. Une që të Vespa jom që 5 vjetë. Që 5 vjetë. Edhe nuk e ka asë një të gritme, kështu pedant. Pa e ke pedant jam. A mu jam jo afru pak? Edhe o gjithje probleme për shkak të komunikacionit kështu. Pa e ke një farë gjithje është. Kështu që, kur ja ki bo servisin për e të fundit? Pak para sezonës, ka morsi, qëtëre. Kështu që na sot kena ty me ta shpërbly një kartel, ku ti mund nësh kur dush me shku me ja bo një servis komplet pej automitës, do me thonë pej respekt shumë të madhë. Na po vazhdojmë, pe gjejmë edhe na një. Kjo pas ka pak ma të mirë se toni, na, s'ka dertë. Hajdes. Si 5 vjetë, do me thonë, edhe nuk e ka asë një defekt. Shumë çudi është kjo. Për një me, për në bile me pas blie, unë në bile me top ma kishin prish. Tu ma i me top thmi të ma ollës aty. Hajde vazhdojmë. Dhe vazhdojmë. Dhe me thonë, kryeqyteti ka bo gjelbrema. I gjelbruar. Po shihet në këto momente rrugët e mira. Diri dikun gjithmonë. Por, që? Këllshojna këmsorve me Vespa rrugën. Dhe me thonë, reglav e komunikacionit najna të i përmbajt. Që është Allah i vishë këtër zona. Do, gjoj e Vespën, se flasë të dëshmorë gjoj të shka se si më kam i mo. Dyta? Përshëndetje. Duhet me boj gjerëm të shkurt. Ajni duhet me Vespa? Po duhet me Vespa. Ka ish problem qefit. Të me thonë, na jena për emisionit 3 lota, po mjeni? Që spenjojnë, jo mu. Edhe sot, unë jam dalë me automitën. Automita mu ma ka caktu këtë Vespa, edhe më ka thonë me dalë mi gjithë qytetarët cilët janë me Vespa. Edhe mi a bo disa pyetje të shkurta, për shembull ti si femën. Po vëzit që se të njekëm. A njekëm, një po ashtë dhonë që jeni të gjithë. Po sën të zënëm. Si sa po vëzit Vespa? 3 vjetë e gjys, dikon? Me thonë, zgjidhje problemet e komunikacionit kështë? Definitivisht. Sidomos për kryeqytet, për Prishtinë, ku jo veç në Prishtinë, po thuaj se në këtë qytetet a me rrugë të larta? Që janë ma të ngarkume, është zgjidhja më e mirë. Vespa është ideale. Rrugë ma të nalta, po që e kemi këtu Enisi është prej klubit Vespeste. Dhe ka njerë po na bojnë disa organizime, po dalim edhe jashtë të shtirë. Në këtu organizimin e ty e njek, në për kryeqytet. Hera fundit kër e ki bo servisin? Hera fundit kër e kom bo servisin, Vespën e kom 3. Para, nështë ta një 2-3 javë, se kur e merë Vespën e re, servisin e parë do të mja bo mas 1 kilometra, kështu që e ko bo shumë shpejt. Po ju mundeni me rujtë aty, ape gjë? Që ti tash e runë ti këtë kartel. Edhe për shembull mas një vite e ki falë, ose kur dushti një servis Vespës komplet. Vetëm shkon tek aty, tek automita edhe e ndrejq për qefi. Bën aty pak ty, a të bën? Bën, po. Le, mos e dhez, mos harxho. Qysh jeti, ti po merresh rrugë të larta, apo? Po, na unë jam kryetari Vespa Fanatics Prishtina. Jem gjithsej dikun rreth 100 antarëve. Edhe rrugë marmi na për Ballkan, kryesisht Evropë,
Tasht jem ku me marrë pjesë edhe në festivalin e Vespës që është për 75 vjetorin i presidentit të botës në Capri në Itali. Ju kena vizitu shumë vende të botës. Po gjithsesi, gjithsa ma shumë Vespa, është ma mirë për neve.